Shikaj Allahu sa bukur e përmend, domthon jo veç sa ki mu kënaq në xhenet, vallahi, veç procesi i pranim dorëzimit, shpërblimit është i mrekullueshëm atë. Veç ky akt kur të paramendojsh është la ilaha illallah. Këtë bukuri s'mundesh bashkë me e kaluar. Shikoj Allahu akhidhina ma atahum. Dy shprehje që tregojnë mrekullinë, kënaqësinë e mahnitshme të këtij akti të pranim dorëzimit. Allahu thot, tash ti e kemi jetu që të ven. Ta dorëzon Allahu venin tënë. Ai thot që kjo është venin tënë. Akhidhin. Thot kanë akhidhin, akhidh është me marë. Me marë, thot. Të regon një marrje pa ndërmjetësim. Të regon një marrje direkte. Lajmin se ty ta kënë që ky vend kime marë nga Allahu te barekutaala. Selamun qawlan min Rabbin Rahim. Selam kanë meni, pace, shpëtut, pikujt. Zotit i, Rabbin Rahim. Për ti kemi një, akhidhin. Një marrje e myrdës, marrje e lajmit, marrje e hisës, ila Allahu të partë, akhidhin e ma atahum rabbuhum. Ka me marë, apo, nga Allahu Azza wa Jalla. A është për ta kjo marrje pazakonshme? Jo, andaj ka përshpër marrje, subhanallah. Pse marrje? Për shkak se ata në dunja kanë marrë për Allahut shpalljen, tash marrin për ti premtimin e shpalljes. Pse kanë marrë xhenetin? Për shkak se para kësaj e kanë marrë një xhenet tjetër. Xhenetin e besimit, xhenetin e kuptimit të jetës, xhenetin e adhurimit te Allahu xhallahu e kanë marrë, tash Allahu jep një xhenet tash tjetër pas të xheneti. Merne, unë për jo dho, jo shka merne, jo shka merne, merne. Kjo është dëmonë të vëllezër, eleganca e dhenjes hynora. Allahu xhallahu kujdeset që gjithë shka të kuptohet në formë të respektit, në formë të kujdesit, në formë të një privilegji që në fund thush. Sa dosh me kun i meqëm njëri për me fitu qëtër? A do me kun shumë i meqëma? Jo, lasni jo. Së do me kun shumë i meqëm. E që dosh me kun ma pak e psharak. Pse me kaq, do me thonë kujdes për jo jam, pse? Qashtu i në kone ta për para. Shka, sa Allahu, ata kanë qenë mejnët adhurues, besimtarja e atë. Kër flasën për elegancën, nga një ranë, do të me balasu me elegancë të tërë. Muhsin, qka është? Niveli majnat i adhurimit, apo? En ta abud Allahe, ke enne ke të rah, ta adhrush Allahën si kurse po e she, e nëse nuk arrin, fa in lem të kun të rah, fa innehu jerak. Nëse ti nuk e she, a i të she të jofë. Fëtë Allahu gjallahu për robë të ti, që jenë të meqëm, jenë elegant, jenë zotni, kër e po punën, e po në qyrtuat. Jedin ranin, jedin regullat. Përdej, sot në vëzër, shuajnë munget të kësoj elegance, edhe në raporte me njëri tjetëri, edhe në raport me Allah në gjallë. Punën, për shambull, shkele shka. Një adhurim vetësa me e kry. Se këtush, Allah në gjallë përmend tash, kur detajzon këtë bëmirësi, e detajzon në dy nivele, në raport me Allah e në raport me kryesën. Muhsinin. Këta s'kanë qemeq musliman, s'kanë qemeq mu'minin, është besimtarja. Muhsinin, nivelli majnat i adhurimit, i besimit. Pra e besimtar me kone elegant dhe zhjithë. Në shprejt e ti, në fjallët e ti, në sjellën e ti, në punën e ti. Në kur përra nga jeta e përdishme në përdojt, për shumë të shumë, po, kanere janë banalitetet që ndodhin në mesin e muslimane nga mungesa e mirësjelljes edhe e kujdesit për ndjenjat e njëjtë të tjetër. Kur bësh për shembull mohabet me një autoritet më të lartë, kur ke nevojë për dikon më të vjetër, dikon që të ka bëu mirë, e kështu me radhë. Mungon eleganca, ka shumë bedevillëk, apo që ata bedevit nga shetënia që kanë ardhur, apo i ka thonë pejgamberit, o Muhammed,
ajo bedevi, ati ju ka pranu, ka me përse, pa një. Një pa tani të me bedevi me nuk din musikët, nuk din me fol, qa ku gale, a ka argument për këtë punë? Që sot është mungesë elegancë. Besimtari kur të rrinë, kur të ullet, kur të hanë, në gjithë kënë t'i e vrenet elegancë në sjelljes ti, kujdesit ti. E këtë elegancë kur që ka mësu? Adhurimi ja ka mësu. Përdej, në mungesë të edukimit të përfituar nga adhurimi, kompleksojmi nga sjelljet tjera. Që atë Allah, kur thot, s'ka për ta, kur të, pa ju dosh me thonë, ti, kur thush që ka që ti ktheje, ti baje, ti dush me konë. Sa të kujdesëm, më falë, të lutëm, na tash kena bo shambuj të tjeret, apo, që është din me komuniku, që është din me fol. E ti ku i ke këtë mësime? Të pse nuk e shambull për që është të prapë? Dhe Allah flet për një elegancë të adhurimit, e cila realisht është e dukshme, jo vetëm në aspektin e brendshëm, por është e përkthyer dhe manifestuar në aspektin e jashtëm. Din musil, din në fol. Adhurimin e ka muhsin, tenton gjithmonë me kon më i mirë në adhurim, më i ngritur. Sa më cilësor, sa më elegancë kjo, është elegancë, sjellje e mirë. Dhe tha Allahu xhallahu ala muhsinin.